Javë më parë në mediat sociale qarkulluan thashëtheme të shumta për një raport mes Kaderit dhe Gjestit, fituesit të edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Por për t'i dhënë fund spekulimeve, Kader Kicaj ka folur për herë të parë në një intervistë ku ka sqaruar raportin që ka ajo me Gjestin. Mes të tjerash, Kaderi tregoi se këngëtarin e ka vetëm shok dhe ja dëgjon shumë këngët e tij. Unë Gjestin e kam mbështetur shumë sa ishte në shtëpinë më të famshme në Kosovë, por edhe tek ai i Shqipërisë. Por për çifte nuk jemi, sepse për mua një mashkull ideal është krejt ndryshe. Kemi biseduar në Instagram, por unë atë e kam vetë shok, nuk kam asgjë me të. Ishin fjalët e Kader Kicajt, që me sa duket sqaroi raportin e saj me Gjestin. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Kader Kicaj pati një lidhje me Lombar Salihun, lidhje e cila përfundoi sapo nisi. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se edhe Gjesti pati një lidhje me Edi Takun brenda shtëpisë së famshme, por me sa duket që pas përfundimit ata e kanë ndarë rrugët me njëri tjetrin.